Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me javën nga data 1 deri në datën 6 korrik. Atëherë ju uroj një javë, por dhe një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Mund të ndiqni të gjitha videot e muajit korrik, për gjitha shenjat e horoskopit, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, por dhe videot në vazhdim, si videot me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali të bëjnë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe. Dhe vazhdojmë në lidhje me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Letrat janë mbrapsh. Ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me një dashuri. Me një person, këtu kemi energjitë shenjave të zjarrit që jeni ju vetë, energjitë shenjave të ujit dhe përsëri të ujit. Mund të jetë edhe një person që ju mund të shkoni diku në një festë ose të jeni të ftuar diku dhe këtu do njihni një person. Ju shoh që do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri, ndoshta me një njohje që do bëni gjatë kësaj jave, por ndërkohë ju shoh edhe në festime. Disa prej jush do keni kontrata të rëndësishme në lidhje me punën, do merrni lajme të mira gjatë kësaj jave dhe do jeni duke e festuar këtë gjë. Ndërsa për disa të tjerë mund të ketë lidhje me shtëpinë, me familjen, ku ju do dilni mund të shkoni dhe me pushime, dhe ju shoh që do mblidheni diku. Një pjesë prej jush mund të mblidheni me shoqërinë, një pjesë tjetër me familjarët tuaj, ose dhe me fëmijët tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër ju shoh që ju do jeni do çliroheni nga situata të ndryshme. Do keni lajme të mira, do ndjeni shumë mirë gjatë kësaj jave, por ju shoh me shumë qëllime, si në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në çfarë do lloj situate që ju mund të jeni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit korrik, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, por dhe videot me tema të ndryshme, tema për dashurinë, por dhe videot javore. Dhe shohim energjinë që do na vijë për shenjën tuaj. Ju shoh në një pozicion të rëndësishëm, në një pozicion mbretëror, ku ju keni marrë eksperjenca, por ndërkohë do merrni dhe vendime gjatë kësaj jave. Do merrni vendime bazuar në logjik. Ju shoh që dëshironi të realizoni diçka, ndoshta një fillim të ri. Mund të jetë një njohje re, që ju të hyni në një njohje të re. Në një rast, në rastin tjetër dëshironi të realizoni diçka në lidhje me ndoshta dhe me pushimet, me fëmijët tuaj, me familjen tuaj. Por për disa të tjerë mund të ketë lidhje me institucione të ndryshme, me dokumenta, me studime të ndryshme, por ndërkohë ju shoh që do merrni vendime. Është një javë që ju merrni vendime dhe këto vendime janë shumë pozitive, sepse ju shoh që ju kanë lidhje me një fillim të ri. Mund të jetë një aktivitet i ri, një punë e re, ose ju të filloni pushimet dhe dëshironi të realizoni diçka në lidhje me pushimet tuaja, ose këtë mund ta merrni edhe në situata të ndryshme që mund të jeni. Gjithsesi, është një javë fantastike me fillime, me realizime. Dhe tham, është fillimi një dashurie për disa, fillimi një pune, i një partneriteti, i një biznesi, ju mund të filloni pushimet gjatë kësaj periudhe, mund të filloni, do keni dhe kontrata të rëndësishme. Mund të filloni studimet ose ju të mendoni për fillime studimesh, aktivitete të ndryshme. Është një javë fantastike. Gjithsesi, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve,
Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexiime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë për shenjën tuaj. Atëherë ka rënë një energji fantastike edhe për ju. Ju shoh në pozicion shumë të mirë, ndërkohë do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me gjithçka gjatë kësaj jave. Ju shoh që jeni duke menduar seriozisht të mbyllni një cikël të vështirë për të filluar diçka të re. Dhe kjo mund të jetë që ju të futeni në një njohje të re gjatë kësaj periudhe. Dhe shoh që do përdorni më tepër logjikën, jo pjesën e zemrës. Në rastin tjetër do mendoni shumë në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, për të mbyllur situata që ju mund të keni pasur. Sepse kemi kartën e botës këtu, që tregon që ju çliroheni nga diçka për të bërë fillime të reja, por do jenë fillime bazuar në logjikë, por të menduara mirë. Ju shoh që mendoni shumë fort për anën ekonomike. Disa prej jush mund të kenë lidhje me dokumentat gjatë kësaj periudhe. Ju dëshironi ndoshta edhe të mbyllni punën për të shkuar me pushime, një pjesë tjetër, por shoh që ju do arrini ti realizoni gjërat që ju dëshironi gjatë kësaj jave, sepse shoh një pranverë, shoh diçka të bukur këtu në lidhje me ju. Por do keni dhe lajme të mira. Disa prej jush mund të keni të bëni me institucionet shtetërore, me dokumenta të ndryshme tham, me zyra, ju mund t'i merrni situatat si i keni. Gjithsesi, shoh që është një javë fantastike edhe për ju. Për një pjesë tjetër mund të jeni që mund t'ju mbështesi dikush, mund t'ju këshilloj, mund të merrni dhe këshillime nga, nuk e di, nëse keni lidhje me zyrat ose ju mund të kërkoni dhe pushime gjatë kësaj periudhe, por shoh që po mendoni shumë fort edhe në lidhje me anën ekonomike, por mund të jetë dikush që ju mbështet nga ana ekonomike. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexiime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse aty përfshihet i gjithë muaji korrik, ku është edhe ditëlindja juaj, por dhe videot me tema për dashurinë, por edhe tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë, në lidhje me shenjën tuaj, është një energji fantastike dhe për ju. Ju shoh që jeni në një pozicion të mirë, jeni në një pozicion më të vendosur te vetja, por ndërkohë me shumë siguri dhe me vetbesim brenda vetes tuaj. Ju shoh që ndjeni një lloj pavarësie ekonomike ose një lloj pavarësie emocionale. Një pjesë prej jush, për gjithë ata që mund të jenë në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet ose të gjithë ata që duan të bëjnë një fillim të ri, në dashuri flasim, ju do ndjeni shumë të sigurt për të hedhur hapa para në lidhje me një fillim të ri, me një histori. Dhe ju do arrini të gjeni atë stabilitetin tuaj, ose ju do arrini të stabilizoni anën tuaj emocionale. Për një pjesë tjetër, shoh që është një energji monedash komplet, që ju dhe këtu kemi të bëjmë komplet me energjitë shenjave të tokës, por shoh që ju gjatë kësaj periudhe do merrni para. Një pjesë për ju do keni blerje shtëpie, zhvendosje, investime në shtëpi, blerje të një makine, mund të jenë blerje online, ose ju mund të shpenzoni dhe për pushime, ose të investoni më saktë në lidhje me pushimet që do bëni. Por gjithsesi shoh fillime që do marrin zhvillime shumë të mira. Dhe thash, mund të jetë fillimi i dashurie të re, të hyni në një histori.
dhe do jeni shumë të vendosur dhe të bindur në lidhje me këtë fillim që do bëni. Në rastin tjetër për të çuar marrëdhënie të para, ndërsa për një pjesë tjetër për të bërë blerje të ndryshme. Ndërsa në lidhje me punën, ju shoh që merrni para gjatë kësaj jave, dhe është një javë ekonomike e fortë, mund të them. Ju shoh që është një javë vërtet shumë e fortë ekonomike më tepër. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën e Luanit. Ju uroj një javë të mbar, por edhe një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit të korrik, sepse aty përfshihet i gjithë muaj, por dhe videot me tema të ndryshme të këtij kanali. Ne shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Ju shoh në festime dhe ju. Nuk e di, do jeni duke festuar, një pjesë për jush mund të keni të bëni me një person të shoqërisë tuaj, që ju e keni njohur në shoqërinë tuaj. Ju shoh që ndoshta është edhe periudha e verës, mund të bëni dhe pushime, por ju shoh ju do lini mbrapa problemet që keni pasur në të kaluarën me një person, dhe mund të jetë një person që keni pas në shoqëri, dhe këtu flasim në lidhje me njohjet, me lidhjet me dashurinë, ose dhe me marrëdhëniet. Dhe ju do të regoni shumë të kujdesshëm, por ju shoh që nuk e di, ose do mërziteni pak, ose do merrni një zhgënjim, nuk e di. Në fund të javës e keni më tepër këtë, ndërsa për një pjesë tjetër mund të jeni duke festuar me shoqërinë tuaj, mund të keni pas dhe probleme në lidhje me shoqërinë tuaj, ju mundoheni të tregoni të kujdesshëm, por aty duhet keni kujdes sepse shoh që merrni një zhgënjim. Tani, ky zhgënjim mund të jetë edhe në ambiente të ndryshme, nuk do të thotë domosdoshmërisht në njohje, lidhje ose marrëdhënie, mund të jetë e vendi i punës, mund të jetë me pushime ku ju do shkoni, ju mund të mblidheni dhe me persona të tjerë dhe aty ndoshta nuk do jeni shumë të kënaqur dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të mërziteni pak. Mundoheni të tregoni sa më të kujdesshëm. Por kjo ka lidhje edhe në lidhje me situata të ndryshme. Mund të jetë një situatë ekonomike, mund të jetë një situatë në shoqërinë tuaj, ku ju mund të keni pas probleme dhe dëshironi t'i lini mbrapa, jo dëshironi, por i lini mbrapa dhe tregojeni më të kujdesshëm në lidhje me gjithçka gjatë kësaj jave. Ju situatat mund t'i merrni ashtu si i keni. Thjesht një pjesë prej jush i shoh në festime, mund të jeni me shoqërinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Por shoh që do mundoheni të tregoni me çfarëdo situate që të jeni, ju shoh që do mundoheni të tregoni të kujdesshëm në lidhje me një zhgënjim, ose ju do ndjeni pak të mërzitur, ose mund të merrni një zhgënjim gjatë kësaj jave. Gjithsesi kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emaili. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit korrik, por dhe tema të ndryshme që postohen në këtë kanal. Ju shoh pak me gjendje pagjumësie, nuk e di, gjendje pagjumësie, stresi, ndoshta keni kaluar situata tensioni për një kohë të gjatë dhe do vazhdoni edhe pak gjatë kësaj jave, por shoh që fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para. Ndërkohë, këtu mund të jeni duke qenë pak të stresuar në lidhje me një njohje, me lidhje ose marrëdhënie tuaja. Ju dëshironi t'i çoni gjërat para dhe do t'i çoni sepse fati do jetë në anën tuaj, do dilni nga kjo situatë, por ndërkohë për një pjesë tjetër shoh që do keni flerte, do keni romanca,
gjatë fundit të javës. Ju mund të dilni një fundjavë dhe aty të flirtoni ose të keni një romancë. Ndërsa në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe aty shoh mund të jeni dhe duke menduar, ju ka lënë dhe pa gjumë një situatë që ju dëshironi të shkoni me pushime, nuk e dini ku do shkoni, sepse shoh që keni udhëtime gjatë kësaj jave, por ndoshta doni të çoni para edhe marrëdhëniet tuaja. Dhe fati ju ndihmon për t'i çuar, por ndërkohë një pjesë prej jush do kenë lajme të mira, mund të merrni lajme nga fëmijët tuaj, mund të jetë një lajm te vendi i punës, ose mund të jetë një lajm ekonomik, por është diçka që ju ka lënë pa gjumë për një kohë të gjatë. Por e shoh që është drejt fundit gjatë kësaj jave, sepse fati do t'ju ndihmojë që ju t'i çoni gjërat para. Disa prej jush mund të kenë udhëtime të shkurtra ose të gjata, mund të jenë udhëtime që ju të shkoni me pushime ose udhëtime jashtë shtetit për një pjesë tjetër, mund të jenë udhëtime pune që ju mund t'i bëni çdo ditë. Gjithsesi është një javë shumë e mirë ku fati ju ndihmon në lidhje me situata të ndryshme që ju do keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.